Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilim pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV. Tashmë dua të ndaloj tek Klodi edhe tek Eliona. Klodi dhe Eliona, ish banor të Big Brother VIP Kosova, kanë qenë në shënjestër të medias ros. Është përfolur goxha shumë marrëdhënia e tyre, është përfolur goxha shumë historia dhe situata që është ndërtuar nëpër media, lufta e menaxherit me Klodin, mbyllja e Instagramit të Klodit. A është e vërtetë e gjitha kjo, apo është një skenar pasi që Eliona dhe Klodi u përfolën që do të ishin pjesë e Supernovës, një spektakël që starton në Klan Kosova, do me thënë për të dytën herë, dhe që të ketë më së shumti shikueshmëri, ka ndodhur këto lloj lëvizje. Do me thënë, ka ca matematika që publiku po i hamencon edhe me të drejtë, sepse derisa nuk ka një shpjegim, derisa nuk ka një reagim as nga ana e Elionës për ta treguar situatën dhe për ta treguar të vërtetën siç është, për ta shfaqsuar Klodin nëse nuk është në faj në aspektin e ndarjes dhe për ta mbrojtur lidhjen te publiku, menjëherë do me thënë të shkon mendja tek të ashtu quajturat luftërat për klikime. Eliona së fundmi ka ikur në pushim. Tani në pushim ajo duket e vetme. Në disa foto të tjera e kemi parë me babain e saj në Kosovë, e kemi parë me njerëzit të afërt të cilët kanë ardhur apo kishin ardhur në pushimet verore, por duke qenë se janë persona të cilët nuk janë personazhe publik, unë nuk dua që të nxjerr fotografi të tyre ku në mesin e tyre është Eliona, shkaku sepse nuk dua të prek privatësinë e familjes së Elionës. Por Eliona duket që ka kaluar çaste të bukura, sepse kam siguruar fotografi nga brenda familja e Elionës, me familjen e saj dhe duket që janë shumë të lumtur, shumë pozitiv, me një energji fantastike. Pas kënaqësisë familjare që kaloi Eliona, pas që u çmallën realisht me njëri tjetrin, Eliona preferoi që të ikte në pushime, por gjithashtu dhe Klodi nuk është se ka ndenjur duar lidhur, edhe Klodi do me thënë ka bërë lëvizje, ka ikur në pushime, dhe këtu publiku ka filluar që të hamencon se çfarë po ndodh me këtë marrëdhënie. Mua personalisht nuk do të më duket e çuditshme në asnjë mënyrë që Eliona edhe Klodi, dyshja që në fakt po përfliten shumë, të gjithën këtë betejën, të gjithën këtë luftën e madhe, të gjithën këtë dinamikën, ta kenë bërë për klikime. Sot ne jetojmë në kohën e klikimeve dhe është më se normale që të krijojnë një lajm gjigant për të shitur materialin e tyre, por do të më dhimbë se është shumë në qoftë se çifti do të ishte ndarë. Do me thënë nuk ka akoma një informacion zyrtar për ndarje apo për jo ndarje. Sa më shumë janë hamencimet për klikime. Unë dyshoj që e gjitha kjo luftë është e bërë për klikime.